ata që nuk shkojnë haqë, duhet me lutë Allahun që Allah më mundësu me shku në haqë. Duhet me pas sinceritet në zemër që nëse Allah më jap mundësi të kam me shku. Edhe Allahun me lutë që Allah në hajrë e në shëndet, që kështot në hajrë e në shëndet me mundësu me shku në haqë. Ti lutë Allahun xhallahu. E Allahu ka me shpërly, si kurse me bu haqin edhe në qëse nuk e krynë për shkak se, ke qenë e sinqert në kërkesën tënde për me bu haqë. Gjeneti ka shumë dyrë. Nëse smush ka haqë, me jetë gati namazit, me jetë gati agjerimit, me jetë gati silës e mirë me njerëzit, bamirësi, sadakas, ka shumë dyrë që për mes të në mune me shku në gjenet. Elhamdulillah, që Allah se ka kushtëzu gjenetin veç me haqë. Jo, Allah ka kushtëzu gjenetin me punë të mira, që bëhen në emër të Allahut dhe për hir të Allahut. Na ato obligime që kemi mundësi me i kry, do të me kry. Ato që nuk kemi mundësi, për shkak se s'kemi mundësi materiale, apo shëndetësore me i kry, ato, Allahu xhallahu nuk na ngarkon për te mundësive. Dhe elhamdulillah, mundësia për me shku në gjenet është shumë e madhe dhe nuk mundet me uq gjenetit përveç atij që nuk don me shku në gjenet, Allah na ruajt.